dhe vjen, pasurohet për një vit, ikën, vjen tjetri drejtor, po i specialistit cili vazhdon dhe qëndron aty dhe peshën e. Kush është modeli i kësaj administrati që motivon? Mungon meritokracia dhe gradimi. Në administrat mund tysh i ri, do marrësh më pak rrog, do kesh më pak bonuse, por një dit, qofse i zotit dhe ikësh për para, qofse si duhet dalësh jashtë loje. A pranojnë të rinë tonë durojnë ka gjatë? Se kam përshtypjen se të rinë tonë nuk du presin 10 vjetë që të shkojnë të atë. Ky është mentaliteti. Po pse si u bërë ti vetë si u bërë djali zotit? Po unë punove, po në atë kohë mund të prisje, ishte mentalitetin që prisje. A punove të po them. Po pa tjetër, që do bënim ndryshë? Mjaft i ri ke punu në kryeministri. Po që do bënim ndryshë? Po pse pak të duket? Jo, absolutisht. Nuk e ka këtë fat çdo kush. Po se kam nis drejtor. Thash që ke nis drejtor. Tani është më i lumtur që është privat. Por po të them që ke pas egoizëm. Më i lumtur. Po si unë ishte shumica, më këtë po them dhe unë, se ne po stigmatizojmë shumicën e administratës. Po jo shumica mendon si ty, ose si zonja. Ashtë mos stigmatizojmë të heqim, bëmi dalim në mjetë atyre që bëjnë zhurmë dhe abuzojmë edhe pjesët e shqiptarët. Jemi në mesazh. Mesazhi mund të ketë lidhje me 1 maj, me ditën e punëtorëve, po e përmbledh edhe një herë, përmendëm që kemi shumë të rinj që duam të shkojmë në administrat, përmendëm që kemi shumë të rinj të cilët nuk e duam punën, përmendëm që edhe privati nuk është se i ka pagesat aq të mira, prandaj synojnë shtetin, nuk përmendëm shumë çështjen e siguracioneve ku paguhen më mirë, po në shtet si duket. Tani jemi në konkluzion. Konkluzioni juaj, ka lidhje me temën apo s'ka lidhje? Jo, unë duhet të them vetëm që një nga fatkeqësitë e rinisë sotme është se mendon që mund të arrijë qëllimet nëpërmjet partisë. Kaq. Fatkeqësi e madhe është kjo. Pra vetëm duke u fut në parti mund të arrijnë qëllimet e tyre. Edhe unë këtë thirrje dua t'i bëj rinisë që të shikojmë punën, profesionalizmin dhe tregun shqiptar dhe të jashtëm duke ofruar shërbimin nga këtu dhe jo thjesht shtetin. Avokat? Unë gjithmonë kulkëm që çështja e punësimit, çështja e administratës, e gjitha çështjet që kemi në dorë, që po diskutojmë, janë çështje koncepti. Qofse ti nuk ke koncept për punën tënde, ti s'je gjendë bësh asgjë. E bën punën mirë ti me kolegun tënd dhe ju falenderoj sepse edhe ju vlerësoj. Faleminderit. Sepse e vrisni mend e punoni gjithë natën e gjithë ditën që të arrini të bëni këtë emision sot. Po se pate nuk bëhet. Ky defekt po konstatohet në Shqipëri. Që s'jemi tek mentaliteti. Pa mentalitet s'bën asgjë.